Dashuria për Imam Aliun, paqja qoftë mbi të. Ai që e do Aliun e merr atë shembull në besim dhe devotshmëri. Ai që e do Aliun e pason atë në vigjilencë dhe arsyetim. Ai që e do Aliun zbaton sistemin e tij në drejtsinë sociale. Ai që e do Aliun i barazon njerëzit me veten e tij. Ai që e do Aliun i jep hakun tjetrit të plot. Ai që e do Aliun është i thjeshtë si ai. Ai që e do Aliun përpiqet t'i përmbush nevojat e të tjerëve. Ai që e do Aliun nuk shan dhe nuk ofendon. Ai që e do Aliun nuk mashtrohet nga bukuritë e kësaj jete. Ai që e do Aliun duhet jetë i durueshëm si Aliu. Ai që e do Aliun përpiqet në përhapjen e Islamit ashtu si u përpoq Aliu, paqja qoftë mbi të. Ai që e do Aliun mendon vetëm për mirë. Ai që e do Aliun zbaton urdhat e porositë Allahut ashtu siç i zbatonte ai për Aliu. Ai që e do Aliun fal dashuri dhe mshuri dhe respekt. Allahu na mundsoft të jemi në rrugën e të dashurë të tij dhe na bashkoft me ata në jetën tjetër.